ka gjartë një deputet. E kitë sigur që ta. Dhe tani qka o ka danë? Prap me mbet me kësi lloj veprimesh politike jotë matura, jotë pjekura, a i ka një përvoj, zoti Lima. Dhe tani thuat, ja, nëse e tërhec Bashën, nëse ban këtë kryetarin e parlamentit, atëherë do të hapen rrugë për një koalicion. Kjo është, mendoj që është e paanalizuar dhe jo pjekuri politike nga zoti Lima që nuk e kom prit, mbesoni. Si pal nuk e kom prit, sepse ne kemi bashkëpunu, edhe në kalumen, edhe me nismen, ju dini që jemi konë bashku, edhe në protesta bashkë, në gjitha, por nuk e kom besu që vijen këtë deregje zoti Lima. Zoti Lekaj, e dim nëse s'ka dënë afati zotit Kurti në pamundësi t'i bëj numrat për qeverin, por para së marrë të kjo, a besoni se një deputet i vendosis tha djetha, prit në animat 26 e shina a i kena numrat, a si kena numrat. Që me një farë forme, a dy në që shkujnë të na jetis të, a s'koma e shumë. Po tash për si pytje, a besoni në të deklarata si tashmo i ka numrat, ka deputet të gatë shumë mi votu? Ka pas rëfimet ndryshme këtë deputetve cilë kanë të regu, për format, se si ju kanë ufru, qka ju kanë premtu, prej zotit Quni dhe shumë të tjeve që në këtë studio kanë deklaru publikisht. Po, na kanë ofru këto, na kanë thonë këto, po i kemi refuzu. Nuk besoj që ndo një deputet mund të bije në lojna tila që mu përshkue nga levizja vetëvendosje. Nuk ka tilë sa i njof. Unë edhe LDK-n po e tham, o kanë më shku si subjekt, por jo në njërë individuale. Mos flasim për PDK-n, mos flasim për aleancën, dhe unë mendoj që nuk e di ku ka mendu ata, ndoshta nisën nga vetja e tyre që mund mu përshku shumë let, atërë le të thonë, por jo ti një loshis deputetet e parlamentit Kosovës, që ne kemi edhe bisedime që të shhoti që dikush po doj ka mu shit për para, mendoj që është jo e pranushme dhe budalakia ma e madhe që mund të flet dikush. Unë, nëse tisha në vend aty, në memen, bjemen, po i thamë, këta njerëz janë që kemi bisedu dhe në kanë thonë që kemi avqit votën, pas një kompenzim. Zoti Lekaj, çfarë rrethona janë spekulime para këtyre, por unë jam i bindun që vendi do shkon në zgjedhje. Çfarë rrethona kështu shumë me po a kanë të votu Albin Kurti për kryeministër? Unë ka një rrethon të tillë. Nuk besoj, janë shtjerë gjitha mundësit e votimit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për zotin Kurti. Janë shtjerë gjitha. Ka pas kompromise dhe në politikë nuk thuhet që nuk ban në kur. Por, mendoj që me këto qëndrime dhe me këtë situatë që ka krijuar vetë zoti Kurti, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka vot për zotin Kurti. Në asë një rrethon. Politik vetë e përmenet, që nuk vot kur? Në asë një rrethon nuk kemi vot. Kemi qëndrim partijak dhe unë mendoj që çdo luhatje e dikuj mrapa mu nuk më ka. Sepse nështë jam konë prej atyre që kom mendu ma ndryshi. Por tani kemi shku qast thellë, sa që unë nuk mendoj dhe nuk besoj se i besoj Ramushit që nuk vjen shprehje që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ta votoj zotin Kurti. Zoti Lekaj, nëse vazhdojmë të kjo, harxhohen mandatet, dy herë që jipën, kalojnë edhe ditët, çfarë do të ndodhë? A ka zhasa që t'i kalohet të dytit? Në rast se i kalohet partisë së dytë, po flasim për një parti opozitare. Tash më shtrujt pyetja, a janë të gatshëm partitë politike opozitare për mundësinë e një koalicioni? A ka zhasa që opozita ta ketë një koalicion opozitar nëse zoti Kurti nuk arrin t'i bëj numrat, edhe i kalon të dytë në këtë rast ashtu siç e parashikoi kushtetuta? A ka zhasë teorike? Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është interesume që të kemi një qeveri nga ish opozita. Dhe këtë e kemi bërë qartë, pa kushte, votat e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës janë. Kush do, litë dakordohen LDK, PDK, ne votojmë këtë do që të miren vesh dakordohen për kryeministër. Dhe këtë e kemi bërë qartë. Tani, a ka gjasa? Nuk mendoj që kemi gjasa. Por, këtu nuk po insistoj
që numra nuk kemi. Mund bëhen deputet, mund të bëhen jo mi përshku, por si nga gjitha komunitetet përjashtoje listën dhe mendoj që i kemi 62 numra. Por, nuk mendoj që tani ma ka kohë që të mendohet për diçka të tillë dhe unë mendoj që ma realja është që vendi shkojnë në zgjedhje. Cilat janë zgjasat për me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme? Unë mendoj që... Edhe a duhet shkuet në zgjedhje, se po flitën teoritë ndryshme, të ditë që dikur në shkurt marrëzës fillon edhe përfundimi i mandatit të presidentës. Unë mendoj... Edhe zoti Kurti ka një strategji të qartë të gjithë partitë politike, keni me tentu me edhe një 3 muj ditë, dyshjush mi hangër sta muj, që me ara zgjedhjet që edhe çështja e presidentit me qenë kryme pas civis që rrezikon prapë dërgimin e vendit në zgjedhje të jashtëzakonshme. Unë mendoj që në këtë vit do të ketë zgjedhje parlamentare. Këtë vit. Jashtëzakonshme. Sepse deri me 26 ka lënë afati për të votuar kjo qeveri, qeveria Kurti 3, dhe sipas informacioneve që i kemi dhe janë bukur kredibile, do thotë që nuk ka gjas ajmi pas gjartë një deputet. Kështu që vendi pas asaj date do të ulen partitë subjektit politike dhe do të caktojnë datën se kur do të shkohet dhe do të më shku për 30 dhe 45 ditë vendi. A jepni një mundësi të tillë zotit Kurti, të e di se zoti Kurti është folë që është pas përfundimit të zgjedhjeve, pasi nuk arriti me marrë 500.000 vota, ka me tentuar me që venin djetore në zgjedhje, të ditë që ka një mbështetje kozat madhe në diasporë, dhe ta shfrytëzoj festat e fundvindit, si janë Krishtlindjet, viti i ri, të shfrytëzoj që ti marrë votat e diasporës. Edhe pse në këto zgjedhje po flitet që ka dole DK-ja si partia me votuar në diasporë. Unë mendoj që opozita do të mu pajtu që vendi më shku kur do në zgjedhjen, këtë vit. Dhe nuk duhet pa marrë para... Për te kalkulimeve dhe për krejt duhet vendi më shku, sepse kemi humbur shumë. Kemi humbur shumë, ju për shifni çfarë gjendje është Kosova, dhe mendoj që i bojmë nder vendit, që ta qojmë në zgjedhje, ta kthejmë prap tek qytetarën, që të votojnë dhe të vendosin. Nëse qytetarët prap japin besimin, atër jemi vend demokratik dhe duhet pajtohemi. Por unë nuk besoj, sepse çdo palë zgjedhje, shigjeta ka shku t'i ra lëvizjes vetëvendosje. Peshomi edhe këtu në Prishtinë, për shembull, me votë përgjithshme, e treta delën. Çdo konë, e treta. Në nivel nacional, zoti Lekaj është hera e parë që është në gjithë të komuna lëvizja vetëvendosje në votash. Me votë përgjithshme. Me votë përgjithshme i ka 168 këshilltar komunal. Nuk na ek shumë neve, aleancës. Na i kemi 108. Më thotën, që aty jemi gati. Dhe LDK-ja para, ose PDK-ja, nuk e di tash mos të marrin, por e treta... PDK-ja është i para me numër të asamblizve. Po, LDK-ja dyta, vetëvendosja treta. Që matja e votës përgjithshme. Është numri i votave në asamble komunale. Ashtu konsiderohet? Konsiderohet ashtu, dhe çdo kush e di. A ka dalë ashtu se kemi pas çamull? Që ashtu ka dalë. Në bazë të rezultateve preliminare, nga KQZ-ja, ne kemi, do thotë, lëvizja vetëvendosje ka dikun 168 këshilltarë. Zoti Lekaj, flitet tash çdo kohë në për studio televizive, mbrapa kamerave, në për vende caktuara, që ka pas interferim të ndërkombëtarëve, të zyreve të caktuara ndaj partive politike opozitare që mos shkojnë në koalicion me zotin Kurti. A është e vërtet, zoti Lekaj? Është folë kështu, por unë nuk kam informacion të tillë. Liderët kanë pas takimet shpeshta me ambasador. Por nuk e dije, sepse derisa nuk je në atë tavolinë, unë është vetëm me spekulu. Nuk kam ndonjë informacion të tillë që ndërkombëtarët kanë bërë presion që mos më shku ne ose ne,